Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Ja kur I takojmë së bashku sërish me ofertën e ditës në këtë sezon të ri ku do të flasim për destinacionet ideale të pushimeve tuaja. Në fakt, herës ndodhin ndryshime të rëndësishme globale të cilat na bëjnë të mendojmë shumë për mënyrën se si duhet të pushojmë, ku duhet të udhëtojmë, e mbi të gjitha me kë duhet të pushojmë. Por, unë kam kënaqësinë që në këtë ristartim të sezonit të ri të ofertës së ditës, të kem të ftuar në studio Rominën nga Vastur, e cila do të na hedh pak dritë, le të themi, mbi gjithçka ndodh tani më me mënyrën e re të rezervimit të pushimeve, jo vetëm në një destinacion, por në shumë destinacione që Vastur ka sjellë në dispozicion. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Kënaqësi të jemi sërish së bashku edhe në këtë sezon të ri për të folur për pushimet. Është një nga temat më të pëlqyera nga të gjithë kur bëhet fjalë për diskutimet jo vetëm mes miq, por edhe me familjar. Kështu që si ka nisur deri më tani sezoni, duke qenë se jemi ende në periudhën e early booking? Po, në fakt, ne kemi nisur shumë mirë edhe vrullshëm këtë vit, duke qenë se edhe charterat e Antalyas kemi filluar, duke filluar nga dhjetori. Kemi lançuar Sharmin edhe shumë paketa të ndryshme që të tjerët mund t'i rezervojnë në Vas.al. Në platformën tonë më të re, e cila ofron një sër opsionesh dinamike për të gjithë pushuesit që dëshirojnë jo vetëm paketat tona me charter, por të udhëtojnë në mbar botën. A janë ende, le të themi, pushuesit tradicional dhe I besojnë një agjencie mirëfilli kur vinë në zyrë për të rezervuar pushimet e tyre, apo tani më janë mësuar edhe duke I rezervuar vetë në platformën Vas.al, duke marrë në konsiderat që je rehat nga divani, duke zgjedhur vetë ku duhet pushosh, hotelin, aktivitetet dhe gjithçka tjetër? Ne kemi disa tipologjie pushuesis. Ka nga ta që e kanë besimin të plot ka agjensia dhe kanë frikën e gabimit apo rekordimit financiar që vetë platforma kërkon. Por tashmë të gjithë janë mësuar që të bëjnë një blerje me credit card apo me diçka të ndryshme dhe kanë filluar rezervime shumë të shumta në fakt në Vas.al, që dhe ne një mori rezervimesh që ndonjëherë edhe ne habitemi, domethënë se sa shumë destinacione të ndryshme mund të hulumtosh në platformë dhe të aksesosh dhe të mësojmë edhe ne nga destinacionet që klientët zgjedhin. Duke qenë se janë edhe me botë kuptim më të madh dhe e shohin ndryshe, domethënë pikpamjen turistike, ndryshe nga ne që operojmë charterat. Po dhe jeni të fokusuar më së shumti në, le të themi, destinacionet më popullore dhe që janë rrjedhimisht edhe kërkesat më të larta nga pushuesit. Por nisur nga kjo që më the, cilat janë ato destinacione që ju kanë bërë përshtypje nga vetë pushuesit, nga ata që logohen në Vas.al dhe zgjedhin për të pushuar? Paketat që ofrojnë në Vas.al janë dinamike. Normalisht edhe përfshin një sër aktivitetesh për çdo destinacion të mundshëm. Qoftë edhe nga më të largëtat Punta Cana apo Maldive, apo Europa, me atraksionet e tyre dhe me aktivitetet që mund t'i selektojnë vetë klientët sipas pritshmërive që ata kanë. Ndërkohë që kemi dhe klientët tanë besnik që nuk I shpërngulen charterit dhe dëshirojnë që pushimet e tyre verore t'i kalojnë pse jo në Antalya ose në Sharm, në vende ku janë mësuar, në resorte të cilat e dinë se çfarë duan të marrin, të relaksohen, të zhvillojnë aftësitë e tyre. Pse jo, domethënë në bazë krijimtarisë që kanë edhe vetë tipologjisë që kanë familjet. Në fakt po, është e vërtet. Në Vas.al të gjithë mund bëhen nga pak agent turistik edhe të kombinojnë paketat e tyre në varësi të destinacioneve, por preferohen më së shumti, le të themi, arratisjet e shkurtra, pak ditore, që ndoshta mund të shfrytëzohet edhe fundjava, apo në Vas.al tani më njerëzit preferojnë edhe pushimet e gjata, të cilat pa diskutim që I ofron charteri dhe paketat e kopsitura që më herët. Në Vas.al ne kemi ofruar edhe disa grupe, të cilat janë me gujtë lokale dhe janë për atraksione pak largëta dhe kanë nevojën e një guide lokale. Dhe këto kryesisht janë për udhëtimet 8-10 ditore, kurse për udhëtimet e weekendit, mund të themi, 2-3 ditore, klientët I bukojnë vetë pa asnjë lloj problemi dhe janë mësuar. Kryesisht zgjedhin në Europën, kështu që është shumë friendly për ata.
si platformë. Çfarë së fundmi kemi parë që ka bërë xhiron e rrjeteve sociale të Instagramit apo TikTokut për të gjithë ata që i frekuentojnë këto rrjete sociale është pa diskutim spoti dhe posteri i ndeshjes së kombëtare. Se nëse ka diçka që ne të gjithëve na bën bashkë dhe është një nga mesazhet me më shumë dërgime në referencë kundrejt miqve apo familjarëve është pa diskutim ndeshja. Si kanë shkuar deri më tani rezervimet dhe a ka më ende vende të lira? Ndeshja në fakt para se të fillonte si paketë plot e ofruar nga ne, ka pas shumë kërkesa dhe më në fund ne kemi ardhur me paketën e plot dhe kemi lançuar prej një muaji e pak dhe me të vërtet ka shumë kërkesa, veçanërisht last minute, duke qenë se është ajo që ne na karakterizon. Çmimet janë shumë të mira dhe janë vendet e fundit, kështu që i uroj gjithë tifozëve që të nxitojnë të rezervojnë për të kapur vendin e tyre. Në fakt duhet thënë dhe theksuar që nga çfarë së paku unë kam parë në lajmërimet e agjensive të ndryshme, është çmimi më i mirë dhe më i lirë për paket me nisje në datën 26 mars. Çfarë përfshin paketa? Po, atëherë çmimi fillimisht është 695 euro për person. Paketa përfshin fluturimin, transfertën nga aeroporti në hotel, hotelin me 5 yje, akomodimin me mëngjes, përsëri biletat e stadiumit dhe kthimin dhe asistencën tonë normalisht me guidën shoqëruese. Jam e bindur që atmosfera për paketën e ndeshjes fillon që në momentin që mblidhen të gjithë bashkë në aeroport dhe fillon që aty entuziazmi e më pas deri në stadiume dhe të gjitha emocionet që përjeton atje dhe marr shkas nga sërish nga kjo që the duke theksuar faktin që hoteli është me 5 yje i cili vlen të përmendet që është një domosdoshmëri, sidomos kur i jep për pushime të shkurtra. Sepse shumë ndoshta mund të jenë edhe skeptik dhe thonë që jemi vetëm për një natë, po hoteli me 5 yje mund të kursejmë pak para edhe të mendojmë ndoshta diçka më ekonomike, por duke marrë në konsiderat që sa i rëndësishëm është ai gjumi në ato pak orë që do bësh, se jam e bindur që do jenë shumë pak orë ata që do bëjnë. Mund të jenë edhe zgjuar, por hoteli, domethënë standardi që klientët tanë duan është me patjetër me 5 yje. Kështu që ne ja ofrojmë këtë me një çmim shumë të mirë për momentin, kështu që duhet të nxitojnë ta kapin. Plus që hoteli është edhe në qendër të qytetit. Fluturimi është i përshtatshëm që ata të bëjnë edhe city tourin e qytetit, kështu që të kenë kohë mjaftueshëm, pavarësisht se duket sikur është vetëm një natë qëndrimi, por ata mund të shijojnë edhe ndeshjen, edhe qytetin, edhe atmosferën e komplet çfarë ofron. Ashtu tepër që janë me një shoqërues, edhe kur jemi një shoqërues edhe le të themi përmbledhesh pak edhe nuk je kështu i hallakatur çfarë do shoh tani dhe çfarë do bëj pastaj. Po, e kanë më të thjeshtë domethënë akomodimin aty edhe organizimin e grupit, plus që janë të gjithë për një qëllim, për qëllimin e fitores së ndeshjes, kështu që është ai entuziazmi. Do t'i lë porosi secilit për çunave që do shkojë nga vasit na sjellë disa pamje ekskluzive sepse jam shumë kurioze për të gjithë atmosferën që do zhvillohet atje në ndeshjen e kombëtarës së cilës pa diskutim që urojmë fitore. Por një pjesë tjetër shumë e rëndësishme e këtij episodi të parë të ofertës së ditës për këtë sezon është edhe kryeqyteti i pushimeve të shqiptarëve, Antalya. Prej nuk di se sa sezonesh, tani më Antalya është kryefjala e të gjithëve, jo vetëm për raportin cilësi-çmim, por edhe si një, le të themi, domosdoshmëri, një rutinë edhe një nevojë që pushuesit kanë që së paku një javë ta kenë të kopësitur në Antalya. Si është dukur në këtë sezon? Interesant. Po, Antalya vazhdon të mbetet një destinacion on top që klientët e kërkojnë për pushimet e tyre, rezervimet janë bërë klientë shumë besnik duke qenë se kanë filluar të kapin dhe early booking dhe part janarit apo dhjetorit kur e lançuam janar shkurt, sepse duan me patjetër që të rezervojnë pushimet e tyre në Antalya. Kjo sepse Antalya është destinacion që ofron gjithë çfarë ata kanë nevojë. Domethënë, qoftë për relaksin, pushimet, kids clubet e ndryshme që ofrojnë në resortet apo shërbimin e mirë. Domethënë, të pushosh si mbret me 5 yje. Shqiptarët në fakt e kanë shumë të rëndësishme dhe e duan me domosdo. Por cilat janë ato resorte në të gjithë shportën e madhe që VAS pasuron vit pas viti tani më me një destinacion që le të themi e pëlqen shumë, e përqafon shumë, por edhe investon shumë çdo sezon. Cilat janë ato resorte të cilat mbizotërojnë le të themi kërkesën në këtë sezon?
nuk mund të mbetet asnjëherë mbrapa Rixos Premium te Kirova, i cili është mas në portofolin ton, sepse është një standard që klientët janë mësuar, janë përsëritës dhe dëshirojnë gjithmonë që hera herës që të shkojnë aty. Kështu që unë të parin do përmend Rixos Premium te Kirova, i cili vazhdimisht bën update të ndryshme, qoftë edhe në ndërtesa të tjera që ofron. Këtë vit ka risi një restorant à la carte që ofron ushqime në bazë të një menuje që ti e ke të përzgjedhur, e skanon, mund të shkosh në çfarë do lloj momenti, është rreth 24 orë i hapur, është buzdetit, kështu që klientët e skanojnë dhe zgjedhin menun dhe çfarë dëshirojnë dhe ju vjen në kohë reale. Kjo edhe për të rritur cilësinë e shërbimit, por edhe standardin e Rixosit që jep një plus më tepër, domethënë. E në mos gaboj, më duket se Rixos këtë vit, edhe me shtimin e këtij restoranti të ri, kishte shkuar në 14 restorante, më duket bare restorante, në një numër rekord të gjithë atyre që mendojnë që ndoshta 7 ditë në një resort mund të jenë shumë edhe mërziten, që është e pamundur. Në fakt, ne kemi marrë feedback ndryshe për Rixosin, 7 ditë janë shumë pak për ta eksploruar gjithë çfarë ai ofron. Domethënë, për të kënaqur në maksimum, 7 ditë janë pak. Kështu që klientët po kërkojnë 9-10 ditë. Kështu që ne ja ofrojmë këtë me charterin ton mundësi zgjedhjesh edhe për 9 net, 10 ditë apo 12 net, se jo, ka klientë që e duan. Dhe dim fare mirë që nuk do mërziten asnjëherë dhe nuk do i duket një ditë një lloj, sepse është edhe sipërfaqja që Rixos ofron edhe të gjitha facilitetet apo aktivitetet që zhvillohen aty e bëjnë këtë që të jetë pak për 7 ditë qëndrimi në fakt, dhe duket sikur marrojnë shumë pak ato pushimet. E sidomos për fëmijët në fakt që kanë mundësinë që të pushojnë dhe targetohen në parkun më të madh të fëmijëve në rajon, në Rixi Club. Është një më vete. Rixi Club është një mrekulli në fakt që të gjithë fëmijët domethënë atraksohen aty. Kjo edhe për faktin që merrem në aktivitete ekstra dhe shumë të bukura që ndonjëherë edhe për ne të rriturit janë shumë të këndshme, që do donim edhe ne të merrnim pjesë në fakt, por që janë të predispozuara vetëm për fëmijët tanë, kështu që është shumë i mirë. Në fakt, duke parë të gjithë mërinë e aktiviteteve që fëmijët mund të bënin tek Rixi Club, ishte shumë interesante dhe një këndvështrim tjetër ndoshta pak më ndryshe për të gjithë ata prindër që në këtë resort fëmijët e tyre mund të provojnë hobi të ndryshëm pa paguar në fakt asgjë ekstra, sepse nëse ti fëmin tënd dëshiron që ta çosh në shumë kurse të ndryshme për të kuptuar se ku e gjen veten, ose ndoshta ku ka talent, do duhet të paguash ekstra, në fakt jo për një seancë, por për të gjithë kurset e plotë, të paktën për muajin e parë. Ndërkohë që tek Rixos ke mundësinë që këtë ti provosh ose fëmijëve ti provoj pa asnjë pagesë ekstra e në fund të ditës kthehet pas në shtëpi me një hobi më shumë, e një talent ndoshta të fituar rrugës. Po, në fakt Rixi Club e ofron këtë mundësi nëpërmjet stafit të tyre që janë të dedikuar vetëm për pjesën e fëmijëve. Ata kanë mundësi të eksplorojnë zruktarin apo kimin nëpërmjet eksperimenteve që bëjnë, punimet e baltës dhe shumë të tjera, që janë aktivitete që realisht do t'i duaj përveç këtyre të zakonshmeve që janë piktura, po gjëra më të thjeshta të themi. Ato me patjetër janë on top edhe klientët i pëlqejnë shumë, plus që edhe rrit bot kuptimin e fëmijëve dhe është një gjë shumë e mirë. E jo më kot në fakt kryeson në listën e Rixos Premium te Kirova dhe është një brand i cili i vë vulën çdo resorti që ka kudo në përbot, jo vetëm në Antalya, por resorti tjetër ishte Jacaranda Luxury. Në portofolin tonë janë shtuar këtë vit resorte shumë ndryshme dhe Jacaranda Luxury është një prej tyre. Ai ofron ndodhet në side dhe ofron shumë facilitete të mira, është një mbi nivelin standard si hotel, dhomat swim up të cilat shqiptarët i kanë, veçanërisht shumë qefi ka on top. Nuk i ka Romina. Është resort i ri, kështu që po, absolutisht të gjithë i kanë qef, po që ky e ka edhe më të aksesueshme edhe për shkak të ofertës që ofron për këto lloj tipe dhomash. Dhe si hotel është i ri, ne na pëlqen e reja, zona është shumë e mirë, është afër aeroportit, kështu që për shërbimin është mbi standard, siç e përmendë, kështu që ja vlen ta eksploroni. Kolegët tanë e kam parë edhe gjatë inspektimit të hoteleve tani në shkurt, kështu që ishte një mas që duhet ta kishim patjetër në portofol dhe për këtë arsye unë e përsjodha sot.
Ky është një resort i ri në mos gaboj në këtë sezon apo jo? Po, është i ri, madje hapjen e ka këtë muaj, mos gaboj, kështu që është i ri. Ti kemi vetë qesa, domethënë nga dhoma. Po sa i takon çmimeve. Është një zonë sensitive të cilën duket sikur e shmangim sa herë që ne jo vetëm bisedojmë njëri tjetrin, por çfarë vëmëre është pa diskutim edhe për shkak të zhvillimeve që kemi një tendencë të rritjes së çmimeve nga viti në vit sa i takon pushimeve. E kjo gjë ndodh duke filluar nga vendi ynë. Pra, nga viti në vit edhe në Shqipëri pushimet kushtojnë shumë herë më shumë nga çfarë kanë kushtuar vitin e kaluar. Si paraqitet tendenca e çmimeve këtë vit për Antalya? Po, rritja e çmimeve është gjë normale nga viti në vit. Kjo në çdo vend botës, kështu që edhe në Antalya ka një farë rritje dhe normalisht kjo prek edhe nga familjet që janë përsëritës dhe kanë paguar një vlerë caktuar vjet për të njëjtën resort, duhet të paguajnë pak më shumë normalisht. Por megjithatë, ne nëpërmjet operatorit kemi munduar që të marrim oferta shumë të mira, qoftë për familjet që janë ripërsëritëse dhe vazhdojmë kërkesat që kemi qenë klient përsëritës dhe duam ofertën më të mirë apo akomodimin më të mirë të mundshëm apo diçka tjetër, ne këtë gjë ja mundsojmë klientëve. Edhe pse tregu është i vështirë dhe portofoli i hoteleve është shumë i gjerë, ne duke qenë se kemi klient besnik prej vitesh, e dim se çfarë duhet t'i ofrojmë dhe çfarë duan klientët. Dhe ndonjëherë ja u sugjerojmë vetë, shiko, po marrim këtë resortin, i themi, po flasim një herë nëse do na suportoj, sepse e dim fare mirë që ky është ai që ty të përshtatet dhe do ngelesh i kënaqur, sepse nuk mund të zbresim nga standardi në fund ditës, sepse klientët janë mësuar me këtë lloj standardi që ne ofrojmë. E sa mirë në fakt kur ke një njeri të besuar që ti mund t'i besosh sy mbyllurazi pushimet. Është kaq e rëndësishme, jo vetëm për shkak të parave që paguan në fund për të gjithë ditët e qëndrimit, por edhe për shijen dhe eksperiencën që merr. Se imagjino të shkosh një javë në një vend i cili nuk të përshtatet, nuk e shijon dhe kthehesh pas jo vetëm me shije të keqe, por edhe me shumë para të humbura. Kështu që sa mirë që tani më klientët edhe janë mësuar dhe pushuesit janë mësuar që të marrin ndihmën e ekspertit dhe këshillin e ekspertit sa i takon pushimeve të tyre. Early booking është ende aktiv? Po. Mund të përfitojmë akoma? Po, absolutisht, vazhdojmë me early booking e muajit mars, që ka çmime shumë të mira, duke filluar nga 20% deri në 35-40%, varet nga hoteli që përzihet normalisht, por që ka goxha fitim në këtë, domethënë pas prillit do duket ajo vërehet, ajo early booking i munguar i marsit. Ata që janë treguar të zgjuar dhe kanë rrëmbyer momentin. Cila është këshilla e Rominës për këtë episod? Rezervoni sa më shumë në këtë muaj, sepse duhet me patjetër që të kapni çmim më të mirë, sepse çmimet janë në rritje dhe vendet e lira janë shumë të limituara. Dhomat që ju dëshironi janë të limituara, kështu që rezervoni tani. Shumë faleminderit që ishe me mua sot në studio. Pa diskutim që do të vazhdojmë të jemi së bashku për gjatë gjithë sezonit. Faleminderit. Faleminderit ty. Kështu ne kemi mbritur në fund me ofertën e ditës edhe për sot. Vendosëm që të shkonim në Antalya, pa diskutim që këtë episod të parë të këtij sezoni të ri do të shkonim në Antalya, në kryeqytetin e turizmit, sikurse ne e quajmë dhe ju tani më e zgjidhni dhe preferoni prej vitesh. Të dhënat e paketës janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, por gjithashtu ju mund të klikoni vetë në vas.lo apo të kontaktoni me çdo agjenci VAS Member për të marrë paketën që ju dëshironi. Deri në episodin e radhës. Mirupafshim.